Ish banorja e njohur e Big Brother VIP Efi Dhedhes ka prekur ndjekësit e saj në Instagram me një reagim të jetë emocional të ndarë në Instastory. Përmes një fotoje ku shihet me lot në sy, Efi ka shprehur një revolt dhe trishtim të madh lidhur me situatën mjedisore në Shqipëri, duke u ndalur specifikisht te zona e mbrojtur Vjosa Nart. Efi ka shkruar një tekst të gjatë ku tregon se lajmet e fundit e kanë tronditur pa mas. Ajo u shpreh se mundohet ta përdorë sa më pak telefonin dhe ishte krejtësisht e painformuar për atë që po ndodh me Vjosën Nartën, por kur e mori vesh u prek pafund, pasi i dhem shpirti kur sheh se si njeriu me duart e veta po shkatron shtëpinë e tij. Ajo vazhdoi duke cilësuar situatën si një dëm të madh, jo vetëm për vendin, por për të gjithë planetin, duke pyetur se si mund të mos kuptojmë që pa oksigjen nuk marrim dot frym, pa tokë nuk ka ushqim dhe se vetmi arsye pse ekzistojmë është natyra. Në fund, ajo lëshoi edhe një kritik të ashpër, duke thënë se duhet të ndryshojmë emërtimin ton nga njerëz në kafsh, ndonse me këtë u bën padrejtësi kafshëve pasi ato jetojnë në ekuilibër me habitatin e tyre, ndërsa ne po shkatrojmë tokën dhe njëri tjetrin, duke përfunduar se ne kemi nevojë për natyrën dhe jo ajo për ne. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.